Qytetarët e Reqicës së Madhe përmes një proteste te pagesa rrugore e autostradës Tetov-Gostivar kanë shfaqur pakënaqësinë për shkak të ekspropriimit të tokave pronave private dhe mosvlerësimit me çmimin e tregut nga ana e shtetit. Sipas banorëve të Reqicës së Madhe, çmimi i ofruar prej 240 denarve për metër katror është nënçmues dhe nuk është real. Bëhet fjalë për prona që gjenden në trasenë e korridorit 8, kurse i bëjnë thirrje qeverisë, veçanërisht Ministrisë së Transportit, që të reflektojnë. Fusha dhe tokat tona janë mundi familjarëve tanë, janë burimi i jetesës tonë dhe trashëgimia që u alon fëmijëve tanë. Nuk është e drejtë që ato të merren me çmime shumë të ulta nga ana e qeverisë të Republikës së Maqedonisë. Pa ma parasysh vlerën reale dhe dëmi që shkaktohet pronarëve. Ne kërkojmë kompenzim të drejtë, transparencë nga ana e shtetit dhe të barabartë për çdo qytetar, që përket me projektin e korridorit 8. Kërkojmë që zëri i të dëgjohet dhe të respektohet dhe të drejtat tona ligjore. Protestuesit thonë se bëhet fjalë për toka industriale, ku sipas tyre në vitin 2004 kanë pasur vlerën prej 120 euro për metër katror. Ne sot kemi dalë protest për pronat tona që mirët me korridorin 8, vlera e atine është shumë e lartë, e madhe. To prona sot nuk janë pronë si përdorim ne për bujqit, po to prona sot përdoren për ndërtim të re. Sot ne u bëjmë apel në qeveri, deputetëve tonë që ta marrën parasysh këtë iniciativën tonë, për arsye se nuk kemi krah tjetër. Si ministri, si deputetët duhet marrën parasysh punën tonë, tokat tona nuk mund të paguhen me 3 euro. Protestojnë për shkakin se të bëhet një rrugë, të cilën ato thonë se është e korridori numër 8. Unë jam një prej atyre të cilët na marrën një pronë neve. Vlerën të cilën ata e kanë treguar se neve duhet të na paguajnë 240 denar. Me 240 denar, kjo tokë nuk vlen 240 denar, po vlen më shumë. Ne nuk jemi kundra korridorit, kundra zhvillimit, kundra njëmë, por ne ta vlerësojnë tokën. Sa vlen, kjo nuk është kategoria e tokës numër 5-6. Kjo është kategoria e parë. Kategoria e parë ka gjithë çmim. Ne nuk jemi në mal, jemi në fushë. Nëse e marrëm të mbellim 1 metër katror tokë, do t'japim një produkt i cili i jep 240 denar. Ajo një herë do të mirët dhe më nuk kthehet. Edhe unë jam qytetar i këtij vendi. Kur kaloj këtu te rrugë edhe unë paguaj 30 denar. Për ato në ai mu nuk më thosë unë të ku marrë taj tokën e në taj dhe të lishyrën taj një jetën të të kalojsh. Ne ta kompenzoj sa i takon vlera asaj, pasaj ato në të punën. Qytetarët e Reqicës së Madhe janë shprehur se nuk janë kundër korridorit 8, por kërkojnë nga deputetët dhe Ministria e Transportit që të dëgjojnë dhe të marrin parasysh kërkesat e tyre.